Këtu kjo është ka nervozizëm, kjo është më shumë tuta që mund të ndodhë në ndeshje futbolli. Është hyrë në një arenë boksi. Këtë pamje është e patolerueshme. Është e patolerueshme gjithë ky nervozizëm. Ishte gjithçka në kulmin dhe janë lojtarët e Lushnjës. Pak lojë dhe shumë shere. Në që Malstafa Kastrioti ka fituar 1-0 play-offin me Lushnjën në një lojë e cila veç futbollit ka qenë edhe një ndeshje masive grushtash. Në disa raste, futbollistë nga të dy ekipet janë përfshirë në përplasje fizike mes tyre. Por kjo që po shihni i përket fundit të takimit, kur futbollistët e Kastriotit festonin qëndrimin në Superligë, një prej tyre është goditur nga disa lojtarë të Lushnjës. Futbolli është hyrë në një arenë boksi. Ndërsa ky moment tjetër i përket fundit të pjesës së parë, arbitri vëshëllen për të sinjalizuar fundin e kësaj pjese dhe sulmohet nga një prej futbollistëve lushnjar. Më pas vendës trajneri i skuadrës myzeqare konfrontohet me policët. Në stadium për të filluar rendin teksa është një nga civilët, ai që është bërë objekt. Madje është dhe asistenti i trajnerit Artan Bano, është gjithashtu dhe zëvendës trajneri, ndërkohë që thuaj se i gjithë takimi ka qenë i tensionuar dhe një shfaqje e mënyrave të ndryshme të sherrit në fushën e futbollit. Sa i përket lojës, qëndrimi i Kastriotit në Superligë u vendos nga Orianda Bazaj me golin e tij të minutës së 3 të takimit. Kurdiu provon krosimin në shutën e parë 1-0. 1-0. Kërcimi i Abasaj ka lënë pas veteranin arbitri.